направил компромис с албанцima. Unë I kam shpëtuar mira civil shqiptar, jam I vetmi që kam bërë kompromis me 140 shqiptar që të mos vritemi me njëri tjetrin. Kështu më mirë Pantić që mbrojti vetëm përballë akuzave për krime lufte kundër popullsisë civile në Istog. Ky madje pretendoi se lidhjen me shqiptarët e fshatit Sërdh Sprenga dhe Vjen e ka dhe më të fortë. Unë jam edhe kumbar I familjes së presidentit Ibrahim Rugova, nuk më vjen turp ta them këtë. Por krejt tjetër perspektiv për ngjarjet në Istog ka prokurori Ilir Morina I cili ka mbledhur dëshmitë më shumë se 100 personave që tregojnë se Pantić nuk ishte as pak miqësor me shqiptarët. Shumica prej tyre dhe dokumentet zyrtare tregojnë se Pantić në cilësinë e komandantit të milicisë dhe I akuzuari tjetër Žarko Zarić si milic kishin përgjegjësi për vrasjen, torturimin dhe dobimin e qindra banorëve të fshatrave në Istog. Si rezultat I veprimeve të panderëve, Kao rezultat, znači postupanje okrivljeni në komunën e Istogut, u opštini Istog, u vranë mbi 250 civil përfshirë gra dhe fëmijë. ubijeni su više od 250 civila, uključujući I žene I djecu. U dëgjën dhe u shkatruan rreth 5.000 shtëpi të shqiptarëve të Kosovës. Paljeni I uništeni. Akuzohen për udhëheqjen dhe pjesëmarrjen aktive në një fushat terrori kundër popullsisë shqiptare. Por sipas avokatit, Pantić nuk ishte fare komandant I milicisë në kohën kur u kryen krimet. Pantić kishte refuzuar të zbatoj urdhërin për spastrimin e fshatrave. Spastrim nënkupton krime, vrasje, spastrim. Kështu ai ishte shkarkuar nga pozita më 21 korrekt 1998. Desimir Lushić ishte caktuar në atë pozitë. Ky deklarim I Vllajiçit së pari kundërshtua pikërisht nga I akuzuari. Dua të përmirësoj avokatin tim, Desimir Lushić, ka qenë komandant që nga viti 1993. Ndërsa avokati tjetër beson se pikërisht shqiptarët do dëshmojnë në favor të akuzuarit Žarko Zarić. Prokurori tha se dëshmitarët do t'i vërtetojnë krimet, por ju garantoj se askush nga ata nuk do të akuzojnë fqinin e tyre Zarićin, I cili mes tyre jeton tash 10 vjet në fshatin Lubozhd. Kështu përfundoi seanca fjalës përfundimtare me gjykimin që do vazhdoj me dëshmitë e 170 personave.